Alo? Po, që tu ardhjem rrugës. Hajde. Liridan! O Liridan! Çka e ka lyp këtu? Shqiptari nuk e ka zakon me prit musafirin kështu. Musafiri kujna? €50.000 kur gjë heq, veç orgesi me kon mirë. Zoti e din çka mujnë me bu ato. Njerëz skatila, mas i kanë pas shpirt me ik, me kidnapu një fëmijë, Zoti hajre po. E ku pe din ti që €50.000? E ju kuj pator? Ku? Na i pato mon, po na morën në dhe na ledhen. Unë po du me pas një kontrat para martesore me ta punë. Me haqin e lvesti. Veç dije që të ka dështu plani. Elves, hajde mrena. Po. Zgjidhi one, ju zgjidhi! Ju zgjidhi! E rëndësishmja është që Orgesi është mirë. Edhe unë jam shumë i knaqur që arritëm me nxjerr Orgesin. Edhe tash e na bo shok. Alo Qil! Jam të shku të veni se ka dështu plani. Qu hajde se po du me lujt me me të kris. Më kur! E di që nuk e ki të letë me mbesu të e di çfarë kalu me kom pas. Ku janë djemë tash? Që tje. Një dit midis mafis, e ditën tjetër kishoni ndesh. Jena abitu full me najveme, noje thënë. Po që kanë me bo këta qëtër? Nasër, zgjidhi bëse po më dhinje me nko kam pitu ne të unë. Më ardhë një moment kur unë e kuptova që s'kam çka lypi me ata njerëz. Sa familjen e kom pa të u shkatru, se kanë met pa asnjë mashkull të shpejt. Lori këta, po mënej që sa s'let mund shpëla ku për meja? A din ti kush jam unë? As nuk është të më interesu me ditë kush jete, nuk njas për njeri bile. Bile, po që ditë na qysh halat si e dashërua. Mujna me pi një kafe, pse jo, ama mos blej kur gja. Faleminderit shumë. Valla, erdha te restorant mali, shtu po du me pi një kafe. Inshallah, Zoti se le kanë pa evlat. Amen. Selim, se po m'jen keq, jashtë keq po harrova. A më nësh më shku ma bleni bu? Po, mëra që shja? Me promshin, 2 herë ke dho provimin. Veç edhe i herë, edhe ti ki me punu për mu. Edhe ato me oror të plut, besën po ta japa. U munova me do avokat, u munova me do kur gjehesh, nuk u bon kur gjeh e lash krejt. Shnash. Hej! Kush po menon që jeti me dume, unë do të ja.
Ha? Ti të me lu me motër tem, ha? Inshallah e mon fjallën. Se unë e ti nuk do mirë, edhe këto ma de.